Me ditare në Kosovë, sindikata të mbështetura nga 10 organizata jo qeveritare kanë mbledhur 50.000 nënshkrime të qytetarëve për të kundërshtuar privatizimin e disa ndërmarrjeve publike, përfshirë edhe Postën e Telekomin, që është kompania më fritimpruse në vend. Sindikalistët thonë se nuk janë kundër procesit të privatizimit, por kërkojnë një konsensus në shkallë të gjerë që do të siguronte, siç thuhet, mbrojtjen e pasurive kombëtare. Nga Prishtina njofton korrespondenti i Zërit Amerikës Leonard Sheu. Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës do të dërgojë në Parlamentin e Kosovës një rezolut për të kundërshtuar procesin aktual të privatizimit të Postës dhe Telekomit të Kosovës, rrjetit furnizues të korporatës energjetike të Kosovës dhe njësive të kombinatit Trepqa, 3 nga ndërmarrjet më të mëdha në vend. Të premten, sindikalistët do të hidhen në protesta paralajmëruese gjysmëorëshe për të kundërshtuar privatizimin. Kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura, Haxhi Arifi, tha sot se në bashkëpunim me disa 10 organizata jo qeveritare janë duke mbledhur nënshkrime të qytetarëve kundër privatizimit. Ne kemi fillu që të grumbullojmë nënshkrimet, një peticion që do t'jau dërgojmë një kopje presidentes, një kopje kryekomendare, një kopje kryeministit, një kopje ambasadës amerikane. Deri me datën 12 janë grumbullu 50.000 nënshkrime. Në Kosovë, autoritetet u bën thirrje 5 kompanive botërore që janë përzgjedhur në konkurrencën e ngushtë për privatizimin e Postës dhe Telekomit të përfshihen në procesin tenderues për blerjen e 75% të aksioneve të kësaj ndërmarrje publike. Kryetari i sindikatës së pavarur të kësaj kompanie, Milazim Alshiqi, tha se procesi aktual i privatizimit të kësaj ndërmarrje po rrezikon zhvlerësimin e saj. Deputetëve të nderuar Parlamentit të Republikës Kosovës që bëhet me dije në takimin e radhës që kanë thonën që ta thrasin mendjen në shnosh dhe të thonë stop këtij privatizimit tegër, këtij privatizimit që po zhvillohet me një shpejtësi marramense. Në aspektin edhe shqetësimin tonë duket sikur I kemi dikujt shumë borxh dhe tentojmë që atë borxh ta lajmë sa më shpejt. Në anën tjetër mendojmë që nuk e meriton populli I Kosovës, nuk e meriton gjeneratat tanishme dhe tashme që ne të jemi cilaxhin në shtetin tonë. Ndërsa Fehmi Pajaziti, kryetari I sindikatës së pavarur të Elektrokosovës, e cilëson të dëmshëm procesin e privatizimit të rrjetit furnizues me energji elektrike në Kosovë. Denigruese, injoruese dhe nënçmuese për shtetin tonë, për të sapo formuar dhe sapo të lindur, është çmimi I ofruar nga ofertuesi. Me 26 milion të shitet aseti I distribucionit në nivel të Kosovës është ofendues për ne si shtet. Procesi I privatizimit në Kosovë vazhdimisht ka nxitur debate për shkak të rrjedhës së tij. Ndonse të gjithë pajtohen se ai është I rëndësishëm për procesin e rimëkëmbjes ekonomike të vendit, ekspertët thonë se mungesa e një konsensusi në shkallë të gjerë si dhe problemet e trashëguara politike kanë vështirësuar këtë proces. Për Zërin e Amerikës, Leonard Sheu, Prishtinë.